Lufta me jastëk. Sfidantët duhet të hipin mbi një trat 12 cm të zgjerë dhe nga aty të luftojnë me jastëk në dorë, derisa ta zbresin njëri tjetrin nga trari. Nëse një pjesë e trupit të garuesit e prek podiumin, atëherë ai e humb lojën. Po në rast se dy garuesit bijnë pavarësisht në të njëjtën kohë, brenda 2 deri në 5 sekonda, atëherë lufta përsëritet. Garuesit nuk kanë të drejtë të sulmojnë me zhymtyrët e tjera të trupit përveç se me jastëk. Janë gjithsej 5 lufta. Koha nuk është e limituar. Kjo lojë ka 15 pikë. Lufta e radhës, lufta me jastëk. Para se të fillojmë këtë garë, një njoftim për të gjithë fëmijët, gjëja më bukur e këtij show është që kemi kërkesa jashtëzakonisht të mëdha nga fëmijët, që një nga showt të jetë edhe me fëmijë. Ju premtoj fëmijë të dashur se shumë shpejt do ta kemi edhe ndonjë junior super sfid, natyrisht nuk do të jetë pjesë e kampionatit, por për relaksimin e fëmijëve. Ju ftoj, aplikoni të gjithë ju. Aplikoni fëmijë të dashur, edhe ju mund të bëni pjesë e këtij show duke aplikuar si ekip, dërgoni CV-t, fotografit në adresën e Super Sfides dhe shumë shpejt mund të jeni pjesë e kësaj gare. Dërsa te loja e radhës i kemi garuesit në dispozicion, Graniti dhe Agani. Letë filloj luftan mes dy lojtare. Në qofë se jeni gati Loja po pozicion. fillon për 5, 4, 3, 2, Kjo loj ka 15 pikë. loja starton. Victoria duhet. Atër gjithsejt 5 raundi janë për ta garues, shohim se kush do t'i fitoj 3 i pari. Stili Kobra i Granitit, që e frikson tani Aganin. Nuk keni drejt. Nuk keni drejt, vetëm e jastëk. Nuk keni drejt. Me gjymtyr trupit. Me një dorë e lojë. Vetëm e një dorë mbat jastëku edhe nuk keni drejt me gjymtyr. Shohim se kush do t'a pësoj i pari Agani. Dardan. Le ma mu së më Kjo kemi spakën e laps për Graniti. Graniti. Qetësi në pozicione. Dardan. Tani Dardani do tentoj t'a sulmoj Pozicion. Granitin. Ju e sinjalin kur t'jeni gati. Startane. Shkojmë me raundin e 2, derisa raundi parë për ekipin e Vikendit, për Granitin. Ka thënë ka fëmija stakun, si aj, që ka kap me klok. Hajde, edhe një. Edhe një. Dhe Graniti është rëzuar. Është rëzuar Graniti. E ka pësuar Graniti. Granit e ka prek token. Një. E ka prek. Një me një, Granit. Bravo, Dordi. Raundi tret. Arianiti në pozicion, deri t'ja jep sinjolin. Pozicion, Dardan. Sinjolin, qofse, jeni gati? Start. Shkojmë me raundin e 3, shohim se kur do të dalë në përsi deri tani 1-1. Dardan, përqendrim, 15 piki ka kjo loj. Shohim se cili do t'jetë më i saktë, do jetë. Saj kordi. A pes, apo? Arianit, lema. 2-1 për ekipin Shonler. Dardani i përqendrum këtë luftë. Shkojmë raundin e 4, nëse Dardani e fiton edhe këtë, do t'a fitoj 15 pikë. Çfarë fuqie nga Dardani. Bujo, se këna fëtulluin, 3-1. 3-1 është dhe përsia për ekipin Shonler. Alje përqen. Dardan, këtë në pozicion. Qeshe bujari për lunë që të Edhe shpërqen. Hajde bjertë. Ky raundi fundit vetëm sa përsye faqe, pasi që Shonler veç i ka siguruar pikët. Këtë në pozicion. E ke syzat, Pozicion. Buja, këtë në pozicion. Blerë, ti ke syzat. Kur t'jeni gati, mund fillojmë edhe raundi 5. E ke syzat, zeme. S'ki nevojnë jam shumë syzat. Po, syzat. E, prej kun tuk. Jas tu i ke s'ka të rezim. Buja, kujdes. Në qovë se hum këtë loj, na del problem të gjithë moshlive. Bravo,
15 pikët e radhës për ekipin Lxonler. Bravo! Duart Rogitje ju lutem për këtë luftë të vërtet me Jastëk. Moje, Bujat! Loja lufta me Jastak, si duket i futi në gjumë edhe fituesit. Kjo loj i ka 15 pikë, ta shojmë rezultatin e përgjithshëm. Rezultati është 50 me 10! Bravo! 50 me 10. Pompin e keni fitu. aktore Lxonler deri në tani po tregojnë një guxim të madh, një luftë shumë e bukur. Kjo i duhet këtij show. Po thua. Fitore. Granit. Kemi loja në vazhdim, edhe loja tjera mund të kenë pikë, ndoshta del ndonjë lojë që... Pak. A keni ndonjë koment për këtë lojë, Dardan? Kjo Lojë e but. Lojë e but, ja. Fitore erdhë, bam Jastak, bam tok. Bam Jastak, bam tok, 1, 2. Strategjia ke... Urtë e but. Edhe unë jam dakord me 2 me 1 tjera herë. O 2 veta mu do. 2 veta me 1, po. Provis me organ. Me të shumën e ponë tu.